Javën e kaluar, tajfuni Kalemengay u përfshi me tërbim në të gjithë Vietnamin. 5 persona vdiqën, 11 anije u fundosen dhe 57 shtëpi u shkatruan. Për 3 vietnamez, stuhia u shndrua në një përvojë të tmerrshme me një fund të lumtur të papritur. Kong, 44, u rrëmbyen nga stuhia, San, 37 dhe Kang, 47. U përpoqen ta shpëtonin, por varka e tyre u përmbys nga valet e larta dhe u shkatrua. Të tre kaluan më shumë se 40 orë në det të hapur, dhe të gjithë u shpëtuan të gjallë. Të tre burrat arritën të qëndronin bashkë gjatë natës, nga e njëjta deri te premten, duke u kapur për dorë. Dy që donin të shpëtonin Kongun banin një lek shpëtimi. Megjithatë, herët në mëngjes, të shtunën ata u dobësuan aq shumë sa nuk mund të mbaheshin më. Ata u larguan nga njëri tjetri. Një anije mallash e quajtur Hai Nam 39 arriti t'i gjente ata me vetdije, por të jetë të plogëgeshtuar.